që është pikpyetje e madhe, thëmë drejtën. Dhe kjo tregon që kemi hyrë në një situatë kur jemi mes negociatave edhe një rundi që parashihet. Mirë po, problemet janë në 4 pikat të cilat kërkojnë sidomos izraelitët që të përfshihen, sidomos programi i zhvillimit të raketave balistike, për të cilën Izraeli me këmbgulje kërkon që të futet si pikë. Iranianët e kundërshtojnë në mënyrë të prerë dhe kategorike, mund të flitet vetëm për programin bërthamor dhe asgjë më tepër. Por ndërkaq, zoti Bilali, mendon se do të ndryshonte ky avion pra realisht ekuilibrin ajror përballë forcave amerikane dhe izraelite në rajon? Është vështirë të thuhet. Raport F-22 që është jashtëzakonisht gjigant amerikan, një avion i cili në një farë mënyrë, sidomos mund të them, janë gjeneratës së 5, po ashtu F-35, por mendoj që lufta kryesisht do zhvillohet. Irani deri diku edhe Izraeli kanë të zhvilluar sistemin, mund të them, atë konceptin strategjik, ofensiv, por në mbrojtje disi mund të ketë pengesa të mëdha Irani, edhe pse ka qenë interesuar që mund të them që nga lufta qershore të vitit të kaluar, luftës 12 ditore, të forcohet përmes teknologjisë ruse dhe kineze. Por kësaj radhe mendoj që më tepër teknologjia kineze do jetë ajo që do tregon forcën e vet dhe kapacitetet e veta deri me tani për këta 8 muaj sa ka arritur ta furnizoj Iranin. Më duket më herët që ka pas edhe C-10 Joçi, i cili ka qenë më duket një paketë e gjerë e furnizimit të kinezëve, dhe pse ka qenë gjenerat më e vjetër. Por mendoj që a do arrin. Shef, kemi një situatë kur Abraham Lincoln me tërë kapacitetet e tyre, që është një gjigant, thëmë drejtën, 105.000 tonësh është pesha e saj, dhe mos të harrojmë 2.5 milion ka shpenzime ditore. Është në operativ, aktiv apo pasiv. Do thotë është shpenzime jashtëzakonisht enorme, 2.5 milion në ditë, brenda 24 orëve kushtojnë për tër 5.000 ushtarët dhe gjithat gjigant të flotës amerikane. Ka përforcime, Trump ka treguar që ka në rrugë të sipër mund të jetë edhe ndonjë aeroplan mbajtës tjetër, duket që ka edhe në ndecën afër tetit arabik apo në pjesën e Oqeanit Indian. Kuptohet Amerikan kanë 19 në ndecët të klasit Ohio, të cilat janë të furnizuar edhe me koka bërthamore. Triadentin, i cili për çdo rast, por nuk e mendoj që do kemi një luftë të tillë të armeve strategjike. Kryesisht amerikanët goditjen dëshirojnë ta bëjnë në infrastrukturën e Gardës Revolucionare Islamike. Përflitet shumë që kanë dëshirë ta likvidojnë kreun suprem të Republikës Islamike Ali Khamenei. Por e tëra kjo do varet pastaj kundër përgjigjja e Iranit. Irani qyr paralel ose të jetë preventiv para goditjes, mund të jetë një goditje cila përveç bazave amerikane dhe Izraelit mund të godit edhe vendet për rreth. Planifikohet sipas disa shënimeve që jap edhe Al Arabia. Mendohet që goditjet mund të japin edhe Dubajt, qendrës financiare, pastaj rrjetit resorteve hotelerike, që konsiderohet që amerikanët kanë një rrjet shumë të gjerë, pastaj një bashkëpunim i korporate të Boeingut, dhe do të përfshihet komplet Emiratet e Bashkuara dhe kryesisht Dubai në një situatë kur mund të goditet jashtëzakonisht rënd. Kjo besoj që do jetë ajo që mund ta sjellë situatën e lindjet e mesme në një katrahur të vërtetë. Nga ana tjetër, zoti Bilali, mendoni se po e mbron tashmë Pekini Teheranin pra si një stet strategjik për të frenuar SBA në të dyja frontet, pra në frontin ekonomik dhe atë ushtarak, pasi Irani është pjesë e BRICS, si një hall kyçe në korridoret energjetike, por edhe tregtare të Kinës? Para Kina ka interesat e burimeve të energjisë, është varet, edhe pse ka bën një kontratë me palën me Federatën Ruse rreth Poveros of Sibir për furnizim me gazin rus, por kjo do kërkon kohë, dhe kështu që Irani mbetet edhe vetëm një alternativë, mund të them, edhe në aspektin gjeografik vi më afërt, por edhe në linjen, mund të them, ajrore. Por
Kjo është jetike për dy arsye. Dëshiron që ta dobësoj në lindjet e mesme, apo mundësisht ta dëboj Amerikën, kjo është strategjia kineze, dhe dyta dëshiron që Irani si një antar e BRICS-it, që është jashtëzakonisht e rëndësishëm për Kinën, dëshiron që të tregon, mund të them, solidaritetin me antarët e këtij grupimi të vendeve. Dhe mendoj që në këtë drejtim aspekti kryesor është që kinezët dëshirojnë që amerikanëve t'ju shkaktojnë sa ma tepër probleme, sepse nuk është rasti me Venezuelën. Venezuela një rast tipik, bili nuk është krahasim që nuk bëhet doti, nga se Irani është një vend i cili ka zhvillim jashtëzakonisht të madh, sidomos në inovacione dhe teknologji, sa i përket sidomos programit të raketave ballistike. Dhe kjo ka treguar në këtë rast që kinezët janë të interesuar që ta ndërpresin rrugën amerikane për të depërtuar më tepër në lindje të Azisë, dhe është kruciale dhe jashtëzakonisht e rëndësishme që Irani të jetë, mund të them, bedemi në një farë mënyrë kinez, dhe për ata dhe kom paraqitura dilemen apo ndeshën në thojza Amerika me Kinën apo me Iranin. Dhe besoj po kjo varet shumë nga vullneti, nga interesat dhe çështja se si planifikon Izraeli, sepse Izraeli është në një farë mënyrë ajo që mund të them nuk don rivalitet, don të jetë fuqie vetëm në lindjet e mesme dhe më gjerë, dhe mund të shkaktojnë edhe ata me probleme, por kinezët janë të interesuar së bashku me rusët që sa më shumë të shkaktojnë kokëdhëmia amerikanëve në lindjet e mesme. E qartë, mirë, zoti Bilali, për të kaluar pak te Kosova dhe Serbia, pas më shumë se një vit i bllokimi institucional dhe përplasje të forta me ndërkombëtarët, deklarata e Kaja Kallas vjen si një sinjal i ri politik tashmë nga Brukseli, por historia ka treguar se mesazhet diplomatike shpesh janë më të kujdesshme se sa realiteti politik në prapasken, ku bëhej fjalë në deklaratën e Kallas si një paralajmërim se mund të kishte së shpejti një takim mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Si e shihni, zot Bilali, mendoni se kjo është një kthes reale në raportet BE-Kosovë apo thjesht një formulim diplomatik për të ruajtur ndoshta edhe atë stabilitetin në rajon? Po Marta Kos e ka qenë e para, komisariera për zgjerim, që i ka treguar një orem Kurtit për formimin e qeverisë dhe dëshiroj që reformat rreth procesit të integrimeve brenda në Kosovë të vazhdojnë. Por të nesërmen ka qenë edhe urimi Kaja Kallasit, komisionere për politikë jashtëm dhe sigurisë, dhe zamës presidente e Komisionit Evropian, e cila në një farë mënyrë përpos urimit nuk kalon të shkoj huqi pa përmendur çështjen e dialogut. Dhe mendoj që kemi hyrë në një fazë të tillë ku mendoj që nga syri pranverës dikon do kemi një takim të një niveli të lartë politik mes Kurtit dhe Vučićit. Edhe pse Serbia ka problematika të brendshme dhe mendohet që në këtë vit do ketë edhe zgjedhje, mund të kemi prolongime dhe mund të them shtyre të dialogimit. Besoj që evropianët janë të interesuar, ose Bashkimi Evropian në këtë rast është interesuar që të ketë një sukses, ta them kështu, në politikën e jashtme, ose në atë që njihet si diplomacie e Unionit Evropian, por mendoj që do jetë vështirë, meqense kemi një presion edhe nga përfaqësuesit e vendeve të Kuwaitit këtu në Prishtinë, ku kërkohet dhe kur flitet për dialogun zonja Zendeli në Kosovë, çdo herë mendohet që ata point kryesore kanë asociacionin çdo ndërkombëtar, dhe mendoj që në këtë drejtim do kemi problematika, sepse në pikë të randit të ditës do jenë dhe kërkohet sidomos nga përfaqësuesi ndërmjetësuesi Sorensen që të flitet për shëndetësinë dhe arsimin që kanë të bëjë me komunitetin serb në Kosovë, dhe besoj që deklarata e Bislimit që mbrana 5-6 javë do jetë një fazë kur do gjinet një zgjidhje për këto dy pika për komunitetin serb. Dhe besoj që dërgimi i saj, nështrimi i saj i këtyre temave në Bruksel nuk është ndoshta edhe shenjë që flet edhe për atë se çka na pret ose çka realisht mund të rrjedhin nga këto bisedime, nga sa kur të jesh në bisedime në tavolinë duhet të kesh edhe kompromise, dhe kjo me të vërtetë nuk leshihet mirë. Por sidoqoftë besoj që Kallas në fokusin e saj ka takimin për organizimin e takimit të nivel të lartë, që do të thotë është një kohë gjatë
që nuk kem këto takime, përpos atyre që kanë pasur negociatorët Petković dhe Bislimi, por Bislimi do jetë kësaj radhe i pushuar apo nuk e ka planifikuar nuk e ka planifikuar Albin Kurti që ta fut si krye negociatorin, mund të them, të bisedimeve në raport me palën sërbe, në takimet e Brukselit, dhe besoj që këtë obligim do a merr Glav Konjufca. Dhe tëra ky sinjali evropianëve tregon që me formimin e qeverisë përgjegjësitë dhe obligimet dhe detyrat që do ketë kjo qeveri dhe personalisht Kurti do jenë bukur të nxehta. E qartë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, duke pasur parasysh edhe standardin e dyfish që është ushtruar ndaj Kosovës, mendoni se tashmë kemi të bëjmë me një mbështetje reale sa i përket Kosovës, apo ndoshta është një mekanizëm ky presioni që synon që sigurisht të imponojë lëvizjet e shpejta në dialogun mes të dyja vendeve? Jo, Evropa, Bashkimi Evropian në një situate ku e ka një luftë në Evropë, një vend i cili